do të kemi zgjidhje rreth çështjes së shefit të shtetit të Republikës së Kosovës. Tani, mendimin tim, unë mundem me të dhëmë mendimin tim, mirë po varet nga dinamikat dhe vullnetet e partive politike. Pra, ne po e shohim që partitë opozitare nuk kanë vullnet për me zgjidh këtë problem, sepse ata po mendojnë që nëse shkojmë në zgjedhje, do të sigurojnë një përqindje më të lartë nga se e kanë gabim, sepse kështu menduan edhe para disa muajve. Pra menduan që nëse shkojmë në zgjedhje të reja, lëvizja vetëvendosje do psohet dhe kështu që ata ngriten edhe ka numër më të madh të deputetëve në kuvend, në ndërkohë ne u rritëm. Dhe ne parashikojmë që e njëjta mund të ndodhë edhe do të ndodhë nëse shkojmë në zgjedhje të reja. Prandaj për këtë arsye ne i themi edhe partive opozitare që të ulemi, të bashkëpunojmë edhe të vazhdojmë qeverisim sepse prap se prap do të kemi në një situatë të njëjtë. Pra lëvizja e vetëvendosjes do të kthehet me rezultatin e njëjtë të votave dhe nuk do të ketë zgjidhje përfundimtare as atëherë sepse neve do të na duhen prap 82 vota për me zgjedhë nëse kemi këtë situatë ku partitë opozitare po duan ta çojnë vendin në zgjedhje, si do ta zgjidhni ju presidentin? Po, tani ne jemi në një situatë ku nëse nuk ka bashkëpunim me partitë opozitare nuk mund ta zgjedhim presidentin. Prandaj duhet bashkëpunim në mënyrë që ta zgjedhim presidentin dhe si lëvizje vetëvendosje tashmë kanë filluar edhe diskutimet, kemi pas diskutimet e fundit me lidhjen demokratike të Kosovës, po tentojmë që të gjejmë zgjidhje. Kemi tentuar që të gjejmë zgjidhje edhe më herët, edhe kur e patëm bllokimin në parlament para zgjedhjeve të kaluara. Ka diçka konkrete me LDK-n se po flitin skenare të ndryshme? Tani unë thash prapë që nuk mund të jap informacione sepse nuk kam qenë pjesë e diskutimeve dhe nuk e marr fare me tu. Ndoshta ju nuk mund besoni, por pjesa më e madhe, 90% e kohës time është e fokusuar në 90, po 100% është vetëm në ministri. Vështirë ta besosh që nuk keni informacione marrë parasysh gjithë angazhimin dhe karrierën tuaj politike. Drejtën me ta thonë, krejt fokusi jam është në Ministrinë e Mjedisit edhe planifikimit hapësinor, sepse nevojitet shumë punë edhe shumë angazhim për me vendosë rëndë dhe rregull sa i përket rrugës. Vlerësoj angazhimin 100% ministrisë, por gjithashtu gjithë ky angazhim 100% mund të brenda natës do të shut gjithë ky angazhim, gjithë ky planifikim nëse nuk zgjedhet presidenti dhe besoj ose presidenti janë varëse çka mund të ofrohet. Dhe besoj që është shumë e rëndësishme edhe për juve si do të thotë aktor politik, jo vetëm si ministri, por edhe si pjesë e lëvizjes vendosje. Ti edhe deputeti, do të derisa je bërë ministri, ke qenë deputeti, ke qenë edhe një nga njerëz potencial që kishe mujtë me qenë votuese për zgjedhjen e çështës së presidentit apo të presidentes. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme për juve përpos këtë pjesën 100% që e vlerësoj dhe nuk dua ta paragjykoj, të interesosh ka nëse nuk zgjedhet çështja e presidentit dhe të shkohet në zgjedhje dhe kri ky angazhim i yt të mbetet në fakt. Nuk po duam të paragjykojmë as të jemi do të thotë pesimist, po bëhem shumë i sinqert, por prapë se prapë çështja e presidentit është jetike për të kuptuar nëse mas 12 ditë ne mund të shkojmë në zgjedhje apo jo. Kur thoni, ndëgjova me vëmendje, kur thoni që po bashkëpunojmë me opozitën, është e vërtetë që numra do bën brenda parlamentit, nuk është që do vinë nga një planet tjetër ata deputetët të votojnë për presidentin, por nuk po shoh seriozitetin dhe gatishmërinë lëvizjes vendosje për të marrë një emër, që do thotë akoma nuk po flitet për një emër partijak, siç ka ndodhur tradicionalisht fatkeqësisht në Kosovë, me që presidenti nuk zgjidhet nga populli. Kandidaturat partijake janë? Jo, do të thotë nuk është përpos tani lëvizja vetëvendosje, sepse po kërkojnë emra në këtë rast nga LDK-ja. Nëse sillnin partijak, po thonë jo partijak, sepse visok 66 deputet i ka lëvizja vetëvendosje. Nuk i ka të 10, po shumicën e shumicës e keni, 66. Gjithë opozita të bëhet bashkë nuk i bën vota që i keni vetëm ju si subjekt politik. Dhe prandaj po shoh skepticizëm këtë rast se sa seriozisht e kanë këta zgjedhjen e presidentit dhe mos shkuarin në zgjedhje. Nëse ka diçka konkrete, duhet ta thotë lëvizja vetëvendosje, duhet ta thotë zonja Paco